Javën e fundit numri të vegjëlve që kërkojnë ndihmë mjekësore pranë urgjencës pediatrike është rritur. Manjola Shpori, mjeke pediatre, tregon se numri i vizitave arrin deri në 150 në ditë, madje edhe më shumë në raste të caktuara. Tipike e kësaj situate është temperatura shumë e lartë. Numri i vizitave është shtruar shumë. Mund shkojnë deri në 100-150 vizita në ditë, madje edhe më tepër në raste të caktuara. Kryesisht në dominim kemi simptomat e virozave të stinës, pra temperaturat larta plus minus praninë e shenjave të traktit sipër respirator, hund, rruf, koll, prekje të veshit dhe komplikacionet e këtyre virozave, të cilat janë bronkopneumoni. Tipike e kësaj situate virale është temperatura shumë e lartë. Krahas urgjencave në repart janë rritur edhe shtrimet. Në pediatrinë e Shkodrës janë 17 fëmijë të shtruar. Aktualisht janë rreth 17 fëmijë të shtruar. Gjithnjë më duke qenë se është prak festa dhe tentojnë me minimizu ditët e qëndrimit në spital, pasi marrin qetësohen pak përkohësisht dhe metin në spital vetëm ato që kanë detyrimisht nevojë për shtrime dhe për me marrë terapi intensive intraven. Fatmirësisht deri më tani nuk ka ndonjë rast nga Fruthi në Shkodër, ndërkohë që Shpori bën apel për kujdes të shtuar përgjatë gjithë kësaj periudhe.